Zonja Zotri, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet orës 15 këtu në Report Televizion. Shohim tani titujt kryesor. Me njerë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pezulloi dekretin e presidentit Begaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprer punën për zgjedhjet në Tiranë. Kryekomisioneri Celibashi thotë se votimi më 9 nëntor në kryeqytet është i pamundur. Presidenti Begaj, i pyetur nga Report Televizion, tha se e respekton vendimin e kushtetueses, por nuk ka asnjë arsye për të penduar për dekretin e tij. Pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja në sallën e gjyqit, thirrjeve për më shumë siguri që vetëm magjistratët kërkuan, presidenti Begaj zhvilloi takime konsultuese me krerët e institucioneve të drejtësisë. Ndërkohë në dy gjykata, në apelin e Tiranës dhe në Vlorë, sot u sulmuan rojet e sigurisë. Mbetet në qeli Xhaxhai tjetër i vrasësit të gjyqtarit Kalaja, i cili kërcënoi publikisht me të njëjtin fund këdo që do të dënojë nipin e tij Elvis Shkambi. Pas humbjes bashkëshortit, poetja shkodrane Ariola Zadrima, nënë e 2 fëmijëve, u përball me një tjetër sfidë të madhe, kancerin e gjirit. Ajo rrëfem për Report TV historinë e saj, frikën dhe forcën që gjeti tek familja dhe krijimtaria. Nenad Rashić nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë është nënkryetari i 5 i Kuvendit Kosovës, duke i dhënë fund sagës së konstituimit i nisur që më 5 prill. Lidhja Demokratike e Kosovës bashkoi votat me vetëvendosje, ndërsa PDK, e cila abstenoi, kërkoi zgjedhje të parakohshme. Liderja e opozitës në Venezuelë, Maria Corina Machado, u shpall fituesja e çmimit Nobel për paqen për aktivizmin e saj në mbrojtje të lirisë përballë regjimit të Maduros, i zhgënjur presidenti amerikan Donald Trump, i cili e shihte veten pretendent për çmimin. Shtëpia e Bardhë thotë se u vendos politika mbi paqen. Një prej heronjve të Shqipërisë në natën e vështirë të Beogradit në 2014, Gianni De Biasi thot në një intervistë për Report Televizion se të shtunën nuk pret përsëriten episodet e huliganizmit. Ish trajneri kombëtare si jep më shumë mundësi Serbisë përfitore, por shton se Shqipëria me lojë inteligjente mund t'ja dalë në Leskovac. Parisi, të cilin e deshi aq shumë, nderon kolosin e letërsisë, shkrimtarin Ismail Kadarem. Një plak përkujtimore do të vendoset në bulevardin Son Michel, pranë shtëpisë ku Kadare jetoi dhe krijoi për shumë vite. Këshilli Bashkiak i Parisit tha se i bëjmë homazh një zëri universal kundër totalitarizmit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pezulluar çdo përgatitje për zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Ilirian Celibashi tha sot se votimi më 9 nëntor në kryeqytet është i pamundur. Komisioneri njoftoi se vijon normalisht puna për zhvillimin e zgjedhjeve në këtë datë për 5 bashkitë e tjera. Menjëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pezulloi zgjedhjet në Tiranë të dekretuara nga presidenti Begaj, ka reaguar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Që dje, menjëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprer dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Është sikur ai dekret të mos ekzistojë në një lloj mënyre për atë përkohësisht, për atë pjesë për të cilën ka urdhëruar gjykata kushtetuese. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, në shkeljet të kushtetutës dhe në shkeljet të kodit zgjedhor, nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdonte me procesin përgatitor. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve e sheh të pamundur që në Tiranë të votohet më 9 nëntor, edhe sikur gjykata kushtetuese më 31 tetor të zyrtarizojë shkarkimin e Erion Veliajt. Periudha minimale për të përgatitur procesin zgjedhor në rast në zgjedhje të pjeshme do të jetë 30 ditë nga momenti i njoftimit të vakancës. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Celibashi ju bën thirrje partive politike apo kandidatët pavarur për bashkitë Mat, Cerrik, Berat, Tepelen dhe Vlorë të regjistrohen në zgjedhje, pasi për ta nuk ka ndryshuar asgjë. Datën 9 nëntor
është e sigurt që do të zhvillohen zgjedhjet për 5 bashkitë e tjera. Deri më tani në KQZ nuk është paraqitur asnjë parti apo ndonjë kandidat i pavarur për të marrë formularët e mbledhjes së firmave për kandidim. Presidenti Bajram Begaj në një prononcim për Report Televizion komentoi vendimin e gjykatës kushtetuese që rozoi dekretin e tij për zgjedhjet në Tiranë. Kreu i shtetit thotë se nuk është penduar për firmën e tij, por zbaton vendimin e gjykatës. Në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, pasi pezulloi vendimin tuaj për dekretin, çfarë mendimi keni ju në lidhje me këtë? A e morët dje një njoftim për shtyp nga institucioni Presidentit e Republikës? Po, por menduam një mendim. Mendimi ynë është që respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Ky është. A jeni penduar ju që e keni dekretuar pa pritur shqyrtimin? Pse duhet pendohem për një akt që duhet ta ndjerru? Mirë, shohim pak tani rezultatet e sondazhit online tek shqiptaria.com. Kushtetuesja pezullon dekretin për zgjedhjet në Tiranë, si e vlerësoni, dhe deri më tani janë 421 vota online të hedhura për këtë pyetje, 76.5% thonë se është i drejtë, 17.3% e shohin të gabuar, 6.2% janë përgjigjur se nuk e dinë. Siguria në gjykata pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja ka bërë që presidenti i vendit Bajram Begaj të nisë konsultimet me krerët e institucioneve të drejtësisë. Burime për Report Televizion konfirmojnë se menjëherë pas homazheve për gjyqtarin të mërkurëm, Begaj filloi bisedimet teksa në zyrën e tij kanë shkuar inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, kreu i Këshillit Lart Gjyqësor Ilir Rusi, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, drejtuesja e Këshillit Lart Prokurorisë Mirela Bogdani, ndërsa këtë të premte ishte radha e kryetarit të prokurorisë së posaçme Altin Dumani. Bisedimet mes kreut të shtetit dhe aktorëve kryesorë të drejtësisë po zhvillohen në kuadër të përmirësimit apo të reformimit të rregulloreve për sa i përket çështjeve të sigurisë në gjykata. Një ditë pasi gjyqtarët nga i gjithë vendi kërkuan masa urgjente, ndërsa nga qeveria u angazhua që të ndryshonte protokollet. Në këtë kuadër, sot në ambientet e GKK-s, mbriti edhe drejtuesi i Gardës së Republikës Simon Zereci, i cili takoi drejtuesin e gjykatës Erion Bani dhe prokurorët posaçëm. Vrasja e gjyqtarit apelit Astrid Kalaja nga pala që humbi procesin po nxit sjellje të dhunshme ndaj sistemit. Në 2 episode ran rojet e sigurisë, po në gjykatën e apelit në Tiranë nga një qytetar u nervozua teksa priti për pak çaste, ndërsa në Vlorë një avokat goditi punonjësin se nuk e la të hyjë në godinë pa i ardhur radha e gjyqit. Në Shkodër, gjykata mbylli në qeli xhaxhain e vrasësit Elvis Shkambi, i cili kërcënoi gjyqtarët që mund ta dënojnë atë me të njëjtin fat si ai i Astrid Kalas. Njëjësit dënojnë njëto do të përballet me të njëjtën gjë. Gjyqtarësit e dënojnë do të përballen me pluma. Kjo deklarat dhënë një ditë pas nimpi i tij 30 vjeçar Elvis Shkambi vrau brenda në sallën e gjyqit në Tiranë. Gjyqtari në apelit Astrid Kalaja i kushtoi qelin Gjovalin Shkambit. Gjykata e Shkodrës e la në mas arresti me burg 49 vjeçarin në akuzë për kanosje të gjyqtarit dhe kërcënim për të kryer vepra me qëllime terroriste. Një tjetër nga familja Shkambi, i vetë identifikuar si afërm i tyre, Francesc Shkambi, arriti që në vetëm 2 ditë të mbledh nga shqiptarët në GoFundMe mbi $14.000 me pretendimin se do të përdoren për mbrojtjen ligjore të Elvis Shkambit, vrasësit të gjyqtarit Kalaja. Profili për të kërkuar donacione sot u mbyll. Sado e vogël, kjo përkrahje ndaj autorit që ngriti armën ndaj gjyqtarit dhe vrau sapo shpalli vendimin kundër tij, u shfaqi edhe në një pjesë të opinionit publik. Vrasja po justifikohej nga drejtësia e zvarritur. Me këtë qasje 2 episode dhune u shënuan këtë të premte në dyert e gjykatave, kur anë pre punonjësit e sigurisë. Në Tiranë, po në gjykatën e apelit, Gentian Mali, një qytetar që do të merrte informacion për gjyqin e të vëllait, u nervozua teksa punonjësi i sigurisë nuk po shfaqen në vendin e tij për t'i bërë kontroll fizik. Është e njëjta karrige prej së cilës punonjësi Banush Koxhaj nuk lëvizi kur detektori pulsoi për armën që Elvis Shkambi futi në sallë të gjyqit. Ju jeni për të vrarë të
gjithë, mësohet të ketë reaguar qytetari i cili përfundoi i shoqëruar në komisariat. Revolt përballë rojës së sigurisë në gjykat shfaqi edhe një avokat në Vlorë, Redi Llana, i cili mbron edhe Monika Kryemadhin, goditi rojën e sigurisë pasi nuk e la të hyte në godin. Nuk ju kanë thirrur në seancë, pretendoi roja, por përgjigjen e mori me grushte. Avokati përfundoi në polici, ndërsa një qytetar nga Bulqiza, po me hall dhe me drejtësi në një protestë të zvarritur, zgjodhi një protestë paqësore i vetëm përpara spakut. Protestosëm më bën një vit që një vendim i formës shperë dhe unë në vëzutimi që po mrinë në gjykatë në Perit, të bën 10 vjet. Kërkoj të hapet drejtësi, me hapet drejtë që takon. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon kryeministrin Edi Rama se kërkon të fshë me ligj shpenzimet e tij për udhëtimet. Sipas Berishës, Rama në një akt të paprecedent dhe antikushtetues kërkon të bëjë sekret shtetëror këto shpenzime. Berisha i referohet një vendimit të qeverisë më 8 tetor, ku një ndryshim i një vendimit më parshëm për funksionet e drejtorisë së shërbimeve qeveritare parashikon që kjo drejtori të negociojë kontrata me kompani ajrore, rrjete hoteliere dhe agjenci udhëtimi për zyrtarët, duke ruajtur konfidencialitetin. Qeveria argumenton se kjo bëhet për të mbrojtur të dhënat personale. Përveç kompanive private, drejtoria firmos marrëveshjen e konfidencialitetit edhe me institucionet që i kryen shërbimin. Maduro vendos të sekretoj shpenzimet e tij, të shndroj në sekret shtetëror shpenzimet të cilat i bën me parat e taks paguesve shqiptar. Ka precedent në Shqipëri vetëm diktatorin Enver Hoxha. Ky akt shpall, zyrtarizon, ligjëron vjedhjen, shpërdorimin nga një hajdut, ose hajduti më i madh i këtij kombi në 113 vitet e tij si shtet, në 113 vite. Bie ndesh me kushtetutën, me ligjet themelore të vendit. Edi Rama u thot shqiptarve, do të vjedh dhe ju të mos mirëni vesh. Rënja e lindshmërisë dhe rritja e emigrimit janë sfida që rrezikojnë të cënojnë ekonominë. Në një konferencë, presidenti Begaj kërkoi që të merren masa për të nxitur rikthimin e diasporës, ndërsa guvernatori Seiko tha se me negociatat Shqipëria rrezikon të përballet me një valë më të madh emigrimi. Emigrimi dhe rënja e lindshmërisë janë sfida që prej vitesh kanë trokitur në derën e Shqipërisë, por sot thot kreu i shtetit Bajram Begaj, duhet vepruar jo vetëm për të mbrojtur ekonominë, por edhe sigurinë kombëtare. Trajtimi i sfidës së demografisë me përgjegjësi dhe seriozitet sot është pak vonë, po duhet bërë sot, sepse ndoshta nesër mund mos ketë mundësi të dytë. Zhvillimet negative demografike nënkuptojnë sfida serioze, jo vetëm për ekonominë, por edhe më gjerë, për sigurinë tonë kombëtare. Ato sjellin uljen e bazës ekonomike dhe tatimore të shtetit, uljen e aftësisë prodhuese të fuqisë punëtore dhe mbigarkojnë sistemet e pensioneve dhe ato të shëndetësisë. Emigrimi nuk mund të vetëshërohet dhe as nuk duhet të trajtohet si fenomen normal, tha guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, i cili ngresi shqetësim rrezikun e një tjetër vale emigrimi pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Dualizmi është i qartë. Nëse nuk shoqërohet me politikat shëndosha të tregut të punës dhe të migracionit, integrimi forcon perspektivat afatgjata të rritjes, por mund thelloj mungesat afatshkurtra dhe afatmesme të fuqisë punëtore. Politikat e reja studimi, sistem shëndetësor më i mirë dhe programi që nxisin rikthimin e diasporës ishin ndër sugjerimet që u dhanë në konferencë. Hartimi politikave të përshtatshme që mbajnë talentet brenda vendit, bëjnë më tërheqës tregut vendas të punës dhe nxisin kthimin e emigrantëve që mund të kontribuojnë në mirëqenien tonë të përbashkët. Qeveria e vetëdijsuar mbi këto sfida
Thotë se mungesën e punojësve po punon për ta mbushur me zhvillim të teknologjisë. Zhvillime digjitale, automatizimi i proceseve, përdorimi i inteligjencës artificiale janë gjithë elementë që duhen parë me kujdes dhe duhet ndërthuren me kujdes në integrimin e tyre në bizneset private me qëllim që kërkesa për krah pune të jetë sa më e ulët dhe produktiviteti të rritet. Ndryshime demografike dhe dinamika e tregut të punës në Shqipëri, Kosovë dhe rajon ishte konferenca që bëri bashk ekspert akademik dhe ligjvënës nga brenda dhe jashtë vendit. Niveli i kredive me probleme arriti nivelin më të lartë të vitit në muajin gusht. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, huaja e keqe ka arritur në nivelin 377 milion euro. Shkaku i rritjes janë mos pagesa e kësteve të kredive të marra me vlerat mëdha. Shoqata e bashkive kërkon që pushteti vendor të ketë rol vendimarrës në menaxhimin e mbetjeve, ndaj propozon që në kuadrin e ri ligjor që po shqyrtohet në komisionet parlamentare për këtë çështje, të caktohen edhe bashkitë si aksioner të Agjencisë Kombëtare të Ekonomisë së Mbetjeve, që do të njihet si operatori kombëtar. Ne propozojmë që bashkitë duhet të jenë pjesë e vendimarrjes së hakemit. Kuptohet në një raport pronësie me përqindje në favor të pushtetit qendror, bashkitë duhet të kenë edhe përfaqësim në këtë SHA, një përfaqësim vendimarrës, për sa kohë është një funksion që sipas ligjit është i bashkive. Trajtimi i bashkive si klient të operatorit kombëtar që është përgjegjës për infrastrukturën e menaxhimit të mbetjeve, bie në kundërshtim edhe me parimet e decentralizimit, u tha në komision. Roli që ka marrë hakemi, shumë politik bërës, shumë vendimarrës, nuk shkon mirë me parimet e decentralizimit. Ky ligj që po miratojmë sot, sa koherencë do të ketë nga pikpamja territoriale, nga pikpamja administrative, me reformën territoriale 2.0. Kërkesa tjetër e bashkive ishte për të pasur rritje të mbështetjes buxhetore për pushtetin vendor, i cili do të jetë përgjegjës sipas ligjit të ri për grumbullimin, diferencimin dhe dërgimin e mbetjeve në stacionet e menaxhimit të tyre. Të ketë një pjesë në grandin e kushtëzuar të bashkive që financohet nga qeveria shqiptare, që të jetë dedikuar pikërisht për këtë shërbim të bashkive dhe pikërisht kjo të jetë për 3 vitet e para, ashtu siç e parashikon në fakt ligji për financat vendor. Sugjerojmë krijimin e një fondi kombëtar për menaxhimin e mbetjeve, ku bashkitë mund të aplikojnë për një fazë më problematike të procesit të menaxhimit të integruar. Me projektligjin e ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, kompetencat kryesore do t'i ketë operatori kombëtar, që përveç se është përgjegjës për infrastrukturën fundore, do të monitorojë edhe punën e bashkive. Këto kompetenca të kësaj agjencie sipas opozitës, por edhe shoqatave, prekin autonominë e pushtetit vendor, që duhet të jetë përgjegjësi për menaxhimin e mbetjeve. Kronika që sapo ndoqëm fliste për kompetencat e bashkive të cilat mund të preken nga ligji i ri i menaxhimit mbetjeve, ndërkohë për të rikthyer sërish niveli kredive me probleme arriti nivelin më të lartë të vitit në muajin gusht. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, huaja e keqe ka arritur në nivelin 377 milion euro. Këstet e kredive nuk po paguen në kohë kryesisht nga qytetarët, por edhe bizneset. Shifrat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në fund të muajit gusht, niveli i kredive me probleme u rrit në shifrën më të lartë të vitit. 4.19% e totalit të kredisë dhënë nga bankat tregtare klasifikohet me probleme, pasi nuk po shlyhen në kohë, ndërsa në fillim të vitit kjo shifër ishte 4.12%. Edhe pse në raport me vjet si përqindje numri i kredive është në ulje, e përkthyer në vlerë paraqitet në rritje. Huaja e keqe në fund të gushtit ishte 377 milion euro nga 374 milion euro që ishte vlera në të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Shkak për rritjen e kredisë së keqe, thot Banka e Shqipërisë, është bërë mos pagesa në kohë e kredive nga qytetarët që kanë marrë hua në vlerë të madhe dhe në monedhën europiane. Rritja e stokut të kredive me probleme është vënë re në të gjithë portofolin e kredisë, por rezulton më madhe për kredinë në lek, pra të afatgjatë dhe për kredinë për individ. Rolin kryesor në mbajtje në nivel të ulët të huasë së keqe të luhatur prej mbi një viti në pragun 4% e ka pasur fshirja e kredive të humbura. Pa fshirjen e kredive të humbura, që gjatë periudhës kanë qenë relativisht më të larta, rritja e stokut të kredive me probleme do të ishte më madhe. Vlera e kredive të humbura të fshira gjatë 12 muajve të fundit vlerësohet në rreth 6 miliard lek.
Brenda një dekade, thot Banka e Shqipërisë, nga sektori bankar janë fshirë 870 milion euro kredi që nuk ishin shlyer në kohë ndër vite. Pas humbjes së bashkëshortit, poetja shkodrane Ariola Zadrima, nënë e 2 fëmijëve, u përball me një tjetër sfidë të madhe, kancerin e gjirit. Forcën e gjeti tek familja dhe tek krijimtaria, ndërsa sot ajo ndan historinë e saj me shikuesit e Report Televizion dhe lexuesit e shqiptarja.com. E pash frikën sy, pa ja dha dorën. E majta mërën, në heshtje, si një gurë që djegë edhe gjdo dit, unë mësova me është në rronë forcë. Në është të trupi e mu plagos për shpirti kur. 5 vite më parë, u njoh me një sfidë, por gjeti forcën tek familja dhe poezia për ta kapërcyer dhe për të qenë një mbështetje për të gjithë gratë dhe vajzat. Ndonë se mjekët ishin ata që thonin nuk është këfume. Njëri ju nuk e mendon asnjëherë se nuk është atë fume. Njëri ju mendon gjithmonë fumen. Në të vërtetë ishte fillimi i një lufte shumë të madhe. Nga ana psikologjike, nga ana fizike, edhe nga rutina e jetës tënde. Ti nuk je më e njëjta. Asnjë person që përballet me një sfidë të tillë nuk është i njëjtë asnjëherë, nuk kthehet kurrë i njëjti sikur ke hyrë në atë sfidë. Kjo është historia e Ariola Zadrimës, nënë e 2 fëmijëve, që pas humbjes së bashkëshortit do të përballej me një tjetër sfidë, atë të kancerit të gjirit. Ishte një vit e pak, ditë kisha që kisha humbur më shoq edhe ishte shumë e lollshme, ishte ideja që po tash. Kjo pyetje po tash ka një ndër pyetjet që më ka shoqënu gjatë disa viteve me radhë. Më tha mamë, tha ti je njeriu kryesor i jetës tonë, tha. Edhe këtë nuk duhesh me harru asnjëherë. Allah unë këtë e maj për veti. E maj sepse e di që ata të dy janë komplet në venat e mia të gjakut, edhe them ka shumë gjë e bukur kur gjaku të lëviz nëpër trup, po ka një arsye pse me të lëviz. Poetja nga Shkodra tregon vështirësitë, por edhe betejën e brendshme që ajo kaloi. Megjithatë, ka një thirrje jo vetëm për gratë, por edhe për burrat. Unë nuk mund të them se e kam marrë betejën. Sepse në kohën reale që ne flasim, unë vazhdoj ekzaminimet, të paktën një herë në 6 muaj unë kontrollohem. Është një sfidë që të gryn për mbrëmje, është një sfidë kur edhe pse ti mendon se është e sigurt e nesërmja, jo nuk është e sigurt e nesërmja. Zgjohesh çdo ditë me frikën, a kam për ta çut këtë ditën deri në fund sot. Gjatë betejës, ajo kishte edhe një mënyrë për të lënë gjurmë të kësaj përballjeje nëpërmjet poezisë. Edhe di me thonë që një lidhje mes këtyne grave dhe meje ka kanë shkrimet që unë kam ba. Edhe ishin ato që më thoshin, një që se kina lexuet, një jina taku bashkë. Po ishte shumë e bukur kjo, i tham, më vjen mirë që ki lexu sepse ti je ai personazhi që unë kam shkruar. Thirrja e Ariolës nuk është vetëm e drejtë për drejtë, por edhe një mesazh për të gjitha gratë. Absolutisht, jeta është jashtëzakonisht e bukur. Për me e lanë dorë të fatit, jo. Fatin e kina lanë dorë. Kriza ekonomike dhe rënja e fuqisë blerëse kanë goditur rënd tregun industrial dhe atë të rrobave të përdorura në qytetin e Lezhës. Shumë biznese janë mbyllur, ndërsa të tjerat janë në prag të falimentit. Tregu i vetëm i Lezhës është thuajse bosh. Disa qepen qëndrojnë të mbyllur. Tregtarët e mbetur këtu tregojnë se shpesh kalojnë ditë të tëra pa bërë asnjë shitje. Rrim nga një javë pa bë sefte, llogaritë çfarë puna është. Unë jam tregtar e vjetër, 18 vjet punë kam, po ishtu nuk ka bëvaki. Zero. Myll, kreta dyqanet në shitje jam, dalin zero. Sikur vim, hikim. Zero. Stresi pa pam, se njeriu humb kohën e nuk shet as i sen. Prandaj, për ne gratë lesh shpinë të rish këtu roje, hape myll mallin, kot. Nuk ka lvizje.
Sipas tyre, kriza ekonomike që ka prekur shumë familje, si dhe shpopullimi i qytetit vitet e fundit, kanë ndikuar drejt për drejt në mbylljen e 10 dyqaneve. Ka ditë se një javë bën sefti, një javë. Për mbyllë se s'kan punë. A drejt falimentimi. Unë për vete për tash 10 vite, në vishën të poshte. Vishën të poshte jena. O të as del më harë buka, as del më shku kona, as del e si sa në shko baj malë, por i hujden në paret. Ku ti marrë mi shu? Ku më thuj, ku ti marrë? Vanë dorën këtë popull, më qatë do bajnë, jena ba me vra vedin, ma e të pa, kam i të grehu i vedin. Nuk e di, për situatë të ndona në kërit pazarit e keni ka dek. Hap bisnes, myll, hap vish të fol me vedin. Jena mërzit marë, jena ba në jena të shku. Sipas të dhënave, vetëm gjatë këtij viti janë mbyllur rreth 30 biznese në këtë treg. Përveç mungesës së fuqisë blerëse, një tjetër shqetësim serioz për tregtarët mbeten edhe kushtet skandaloze të tregut. Në ditët me shi, uji depërton brenda ambienteve duke dëmtuar mallrat e tregtarëve, të cilët megjithatë vijojnë të jenë taksapagues të rregullt. Ata kërkojnë përmirësimin e kushteve në mënyrë që tregu i Lezhës të mos shkojë drejt shuarjes së plotë. Porti i Durrësit ka pritur sot për herë të parë anijen luksoze Seven Seas Grandeur, një nga më të kushtueshmet në botë. Kroqera solli 728 turistë, të cilët qëndruan 10 orë në vendin tonë duke vizituar kalane, krujes dhe site të tjera historike. Kroqera luksoze Seven Seas Grandeur u ankorua për herë të parë në portin e Durrësit duke sjellë 728 turistë, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vende të tjera të botës. Në kuvertën e anijes u zhvillua ceremonia e mirëseardhjes, një traditë për çdo mjet lundrues që viziton për herë të parë qytetin bregdetar. Shumë i suksesshëm, jo vetëm kroqera, por edhe jadet turistike të cilët kanë vizituar portin e Durrësit ka qenë me rreth 10% rritje. Kjo është kroqer që vjen për herë të parë në portin e Durrësit. Kompania Regent Seven Seas tregon për pritshmëritë që kanë turistët në bord, të cilët vizitojnë qytetin e Durrësit, por jo vetëm, janë nisur me mjetet, me autobusat drejt Krujës, drejt Beratit, drejt Tiranës, pra e gjithë Shqipëria është tërheqëse. I bën një destinacion turistik i vetëm dhe mjaft i suksesshëm, ashtu siç tha dhe kapiteni, që shpresojmë që shumë shpejt jemi përsëri në këtë lloj porti, duke pas parasysh pritjen, trajtimi dhe akomodimi i gjithë anijes. Durrësi vijon të jetë një nga destinacionet më tërheqëse të itinerareve mesdhetare për kroqerat ndërkombëtare. Kjo ndalesë e parë e anijes luksoze amerikane pritet të pasohet nga të tjera në të ardhmen. Shqipëria është pjesë e pellgut të Mesdheut dhe laget nga deti Adriatik. Për ne Durrësi është një port i përshtatshëm përpara se të mbërrim në Venecia. Ne vim, vizitojmë portin, shohim përpjekjet e pasagjerëve tanë dhe më pas vendosim nëse do ta përfshim në itinerar. Me shumë gjaz do të kthehemi sërish, sepse në këtë periudhë moti është i shkëlqyer dhe turistët kanë mundësi të vizitojnë shumë site interesante. Seven Seas Grandeur ndallohet për dizajnin e saj elegant, suitat e gjera dhe shërbimin e personalizuar që ofron për 750 pasagjerët e saj. Ania ka kushtuar rreth $521 milion për të ndërtuar. E gjatë 223 metra dhe me një kapacitet mbi 700 pasagjera, ajo cilësohet si një hotel lundrues me 5 yje. Kjo kroqer shënon edhe mbylljen e sezonit për këtë vit, ndërsa turistët e huaj pas Durrësit vijuan lundrimin drejt Kotorrit në Malin e Zi. Një blok shkurt me lajme, tani na një me zhvillime të tjera. Bojkoti avokatëve pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja ka çuar në shtyrjen e seancës paraprake për dosjen në ngarkim të Erion Veliajt. Seanca e radhës ku pritet të vendoset nëse dosja do të kalojë për gjykim, do të mbahet më 21 tetor në orën 9. Ndërkohë ditën e sotme në GKK ishte paraqitur edhe biznesmeni Elman Abule, i cili gjithashtu është i pandehur në këtë dosje. Gjykata e lartë ka caktuar datën 16 tetor për të shqyrtuar rekursin e ish-presidentit Ilir Meta për lirimin nga qelia. Meta kërkon prishje të vendimeve të GKK dhe apelit të GKK për të liruar nga burgu ku ndodhet që prej tetorit të vitit të kaluar me akuzat për korrupsion pasiv, pastrim parash e fshehje pasurie.
Eduard Vushaj, 39 vjeçu, ekstradua nga Greqia në Shqipëri, ku është dënuar me 16 vite burg për vjedhje me armë të kryer në bashkëpunim. Ngjarja për të cilën është shpallur fajtor ka ndodhur në vitin 2013 në Grabom të Malësisë së Shkodrës, ku Vushaj së bashku me një tjetër person ka ndaluar një automjet ku po udhëtonin 2 persona të tjerë, të cilët i kanosen me armë dhe u morën paratë e makinën. Një 28 vjeçar u arrestua në Tiranë për mashtrim pasi premtoi një 37 vjeçar se do t'i kalonte paratë e blerjes së makinës nëpërmjet llogarisë bankare. Sekuestrohet edhe automjeti tip Hyundai Tucson. Një 55 vjeçar u arrestua në aeroportin e Rinasit pasi ishte dënuar nga gjykata e apelit në Firenze me 7 vjet burg për trafik droge nga Holanda në Itali. Agron Lamaj tentoi të hynte në territorin shqiptar, ku u ndalua nga policia kufitare e Rinasit. Tirana do të mirëpres në data 13 dhe 14 tetor forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor. Lajmin e bëri me dije kryeministri Edi Rama, i cili shkruajti se kjo është një ngjarje historike për vendin. Në këtë forum do të marrin pjesë përfaqësues të Europës, Ballkanit Perëndimor dhe investitorë nga e gjithë bota. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak me informacione të tjera. Nenad Rashić nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë është nënkryetari i 5 i Parlamentit të Kosovës, duke i dhënë kështu fund me zgjedhjen e tij sot sagës së konstituimit që nisin muajin prill. Lidhja Demokratike e Kosovës i bashkoi votat me vetëvendosjen, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës, e cila abstenoi, kërkoi zgjedhje të parakohshme. Të nderuar deputet, kemi korumin e mjaftueshëm dhe rrjedhimisht mund të vazhdojmë me seancën. U deshën të kalojnë 8 muaj nga zgjedhjet parlamentare që Kuvendi i Kosovës të konstituohet, duke i hapur rrugën kështu formimit të qeverisë. Me 71 vota pro nga Partia Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, Nenad Rashić do të jetë nënkryetari i parlamentit nga pakica serbe. Konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić nënkryetor të Kuvendit të Republikës Kosovës nga rollat e deputetëve të komunitetit serb. Zgjedhja e tij kaloi përmes disa procedurash, duke qenë se nuk është pjesë e grupit parlamentar të listës serbe dhe përpasoj kjo parti nuk e propozoi. Pas dështimit të votbesimit të 9 kandidatëve nga lista serbe, kryetari i parlamentit futi në lojë mekanizmin zhbllokues të shortit për të shkuar drejt zgjedhjes së nënkryetarit. Emri Nenad Rashić nuk u hodh në short pasi ishte kandidati i vetëm si propozim. Pasi u nështrua me njëherë votimit, ai u votbesua duke u zgjedhur që në seancën e parë, pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, që e detyronte Kuvendin ta zgjidhte nënkryetarin serb brenda 12 ditësh nga publikimi i vendimit. Lista serbe tha se Kuvendi nuk mund të quhet i konstituuar, ndryshe nga sa deklaroi kryeparlamentari Dimal Basha. Kemi tani një kuvend funksional dhe është rrjedhja e foteve për zgjedhjen e qeverisë, që ju takon partive tjera tash të bëjnë diskutimet e më të tjera. Për kreun e PDK-s Memli Krasniqi, i cili votoi kundër Rashić, hapi i radhës duhet të jenë zgjedhjet e parakohshme. Për neve është shumë e rëndësishme që konstituimi të jetë final dhe që të hyjmë në faze kushtetuese për të parë mundësinë e formimit të qeverisë së re, dhe duke ditë që asnjëra palë nuk e ka shumicën parlamentare, besoj që ajo që është më e rëndësishme në këtë moment është që të gjejmë mekanizmin që na dërgon në zgjedhje të parakohshme sa më parë. Votimi i qeverisë së re përbën një sfidë më vete për Albin Kurtin, pasi ai nuk i ka 61 votat e nevojshme për miratimin e kabinetit të ri. Parisi, të cilin e deshi aq shumë, nderon kolosin ton të letërsisë, Ismail Kadare. Një plak për kujtimore do të vendoset në bulevardin Saint Michel, pranë shtëpisë ku Kadare jetoi dhe krijoi për shumë vite. Parisi, qyteti të cilin Ismail Kadare e deshi aq shumë, ku streua pasi në vendin e lindjes u ndiej i rrezikuar, nderon autorin shqiptar një vit pas ndarjes nga jeta. Këshilli Bashkiak votoi unanimisht për të vendosur një plak për kujtimore në zemër të Parisit, në bulevardin Saint Michel, ku Kadare dhe familja e tij jetuan për shumë vite dhe ku ai krijoi disa prej veprave më të bukura të letërsisë së tij. Ismail Kadare është padyshim autori shqiptar më i famshëm dhe i vlerësuar ndërkombëtarisht dhe një zë universal kundër totalitarizmit. Ambasada e Shqipërisë në Francë cilësoi vendimin si një omazh, jo vetëm për Kadaren,
por për të gjithë kulturën shqiptare. Ismail Kadareu nda nga jeta më 1 korrik 2024 në moshën 88 vjeçare. Ai konsiderohet si një nga autorët më të mëdhenj të letërsisë bashkëkohore europiane dhe figura më e shquar e letërsisë shqiptare të shekullit 20. Ndër veprat e tij më të njohura përfshihen Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Kronik në gur, Prilli i thyer, Pallati i ëndrave, Koncert në fund të dimrit. Krijimtaria e Kadares është përkthyer në 10 gjuhë dhe është vlerësuar me shumë çmime ndërkombëtare. Promovimi i trashëgimisë kulturore, modernizimi i infrastrukturës, nxitja e industrive kreative apo gjithë përfshirja që duhet ofrojë ky sektor përbëjnë 4 shtyllat e strategjisë së re që po hartohet për kulturën. Ligje që më së shumti krijojnë pengesa, ngjarje kulturore që kërkojnë buxhete jo të vogla, por që kanë ndikim të kufizuar. Për Ministrin e Kulturës Blendi Gonxha, shembujt e problemeve nuk mungojnë. Ligji është aq i komplikuar sa eksperti UNESCO sa ligji e trashëgimisë sa superon çdo fantazi dhe çdo imagjinat tonën për të mos lënë që gjërat bëhen. Domethënë, ideja ishte që kishim kaluar aty 120 faqe ligj, pa korpus aktesh dhe vendimesh, i cili do një 10 vjet të bësh 250 VKM. Nuk e di sepse zyrtarët tanë, njerëzit tanë, sektorët tanë, se janë po ata që i shkruajnë, janë po ata që i bëjnë, janë po ata që i konceptojnë, dhe pastaj janë po ata që ne kur shkojmë sot thonë, jo, se duhet, është ai komisioni, është ai grupi, është ajo kështu, është ajo kështu. Sfidat përballë janë të shumta, që nga mbështetja për artin e pavarur, edukimi muzeal, decentralizimi kulturor. Ne kemi vetëm një program me kalamaj, cilin e mbledhim ditën e shtunë, dalim foto, bëjmë një postim, kjo është çfarë ofrojmë ne për edukimin kulturor, muzeal në qytetet tona. Për Ministrin e Kulturës, i nevojshëm është riformatimi i ngjarjeve që aktualisht konsumojnë buxhete të mëdha, por kanë ndikim të kufizuar afatgjat. Ai nuk nguroi të kritikonte edhe javët kulturore ndërkombëtare. Iniciative mirë, pozitive. Në vitin e 3 të saj kthehet në një paradë shihesh ambasadorësh dhe zyrtarësh. Po marrim dhe kthehemi dhe bëjmë një propagandë shtetërore, qoftë shqiptare, qoftë të partnerëve tanë të ambasadave, e cila kushton, ku diu, 1,5 milion euro apo 2 milion euro. Këto 2 milion euro më mirë të bëhen 5 evente të mëdha të jashtëzakonshme në vendin tonë, të cilat mund të jenë natyrisht shkëmbim ndërkombëtar, por shkëmbim ndërkombëtar i lirë. Gonxha kërkoi që kultura të jetë një gjenerues real ekonomik, duke përmendur edhe nevojën që Shqipëria të zhndërrohet në parajsë fiskale për artin dhe krijimtarinë në rajon. Në fakt jemi një realitet shumë i vogël, edhe ne nuk është se do hapim dot një kapitull shumë të ri në kuptimin e kësaj strategjie, por ne duhet bëhemi gati që të mësojmë se si, me burimet që ne kemi, të mund të gjenerojmë maksimalen e mundshme për artin, kulturën, krijimtarinë. Strategjia e re kombëtare synon të jetë një dokument për te një planifikimi, një pasqyrë aspiratave për një kulturë më të gjallë, më të hapur dhe më të qëndrueshme. Ajo po hartohet nga Fondazione Sant'Agata për ekonominë dhe kulturën, me mbështetje në Agjencisë Italiane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Vi dico 2 parole su Fondazione Sant'Agata. Boni, një nga violinistët më të spikatur të panoramës ndërkombëtare muzikore, fituesi të çmimit Paganini, erdhi me një koncert në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Emocion dhe magji përmes tingujve të violinës ka përcjell artisti italian Giuseppe Ghiboni në koncertin e tij mbrëmjen e djeshme në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Një ndër violinistët më të mirë aktualisht në skenën botërore, Ghiboni interpretoi koncertin për violin numër 2 të Paganinit në shoqërimin e Orkestrës Simfonike të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit në bashkëpunim me Orkestrën Simfonike të Forcave të Armatosura, të drejtuar nga dirigjenti Sergio Alapont. Ky koncert ishte i pari për Ghibonin në skenën shqiptare. The Paganini Concerto No. 2 is very famous because it's called La Campanella. Koncerti numër 2 i Paganinit, La Campanella, është shumë i famshëm. Ai ishte një violinist i madh virtuoz që ndryshoi krejtësisht teknikën e violinës dhe ta interpretosh atë është gjithmonë shumë sfiduese.
Koncerti simfonik u interpretua me një virtuozitet që ndërthur pasionin me perfeksionin teknik, ndërkohë që Gibboni mbushi skenën jo vetëm me muzikën e Paganinit, por edhe me melodi të tjera nga Rachmaninov, Stravinsky dhe Rimski-Korsakov. Pas kësaj mbrëmjeje, e gjithë trupa artistike me koncertin Giuseppe Gibboni do të udhtoj drejt Bolonjës në një ndër festivalet muzikor më të rëndësishëm në Europë. Do të ndjekim tani rubrikën Ciceron. Kopshtet e pavarura të lumturisë është faqja teatrore me autora Albri Brahushën dhe regjin nga Ervin Çuli, që do të vi premier te Teatri Migjeni në Shkodër, më 10 deri më 12 tetor në orën 19. Në kuadër të 10 vjetorit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, mbrëmjen e nesërme në orën 18 në amfiteatrin Mirush Kabashi te Parku i Madh i Liçenit Artificial të Tiranës, mund të ndiqni koncertin Classic Night Music me dirigjent Dritan Lumshin dhe koncert maestër Ingrid Pulizo. Në skenë do të ngjiten kori i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, kori i Zërave të Bardhë në drejtimin e Sonila Baboçit, si dhe solistë të ftuar. Shpërfaqja e të shkuarës në të tashmen, manifestimi kujtesës kolektive ndërshekuj, është tema e festivalit të filmit Hidromeno, që mbahet në Shkodër nga 11 deri në 18 tetor. Festivali çelet mbrëmjen e nesërme në orën 20. Dialog me artist, lidhjet mes së kaluarës dhe së ardhmes është aktiviteti që do të mbahet nesër në orën 17:30 te Vila 31 Art Explora në Ish Blok në Tiranë, në kuadër të javës kulturore hollandeze. Cirku Kombëtar vjen me një përmbledhje magjike te Teatri i Kukullave në Tiranë më 11 dhe më 12 tetor në orën 17. Babai është shfaqja teatrore që po vijon të shfaqet në skenën e Teatrit Kombëtar Eksperimental Kujtim Spajvogli edhe sonte, nesër dhe të dielën në orën 20. Me autor Florian Zeller, në të interpretojnë aktorët Viktor Zhusti, Egla Ceno, Pierin Vlashi, Linda Jarani dhe Adriana Tolka. Fëmijët është shfaqja me regjin nga Erik Vinje, që po vijon të shfaqet e Teatri Metropol. Ajo do të vijë edhe sonte, të shtunën dhe të dielën në orën 20. Në të interpretojnë aktorët Luiza Gjuvani, Ylka Mujo dhe Vasian Lami. Një traditë tashmë e përvitshme, festa e Ullirit do të mbahet në Bilç të Beratit, sonte në orën 19. Për të pranishmit do të interpretojë këngëtari Vask Curi. Përgjatë digës së liçenit artificial, prej ditës së sotme deri më 12 tetor, ka filluar të mbahet panajiri i artizanëve, një ekspozim traditor i mjeshtërisë shqiptare, ku artizanë nga i gjithë vendi do të sjellin punimet e tyre unike, traditën dhe kulturën e punuar me dorë. Teatri për fëmijë Delia e Detit do të shfaqet te Teatri i Kukullave në Tiranë ditën e nesërme, në oraret 10:30 dhe 11:30. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni lajmesh, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.